E Mitrovicës së Veriut ka pasur votime në grup të organizuar nga lista sërbs, ka të paktën nga çfarë raporton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës. Në Mitrovicën e Veriut kanë votuar rreth 5534 votues nga 17.531, rreth 31.57%. Ndoshta një shifër e konsiderueshme, megjithatë kur duhen dhe gati rreth 3 orë për të mbyllur procesi i votimit, do të presim updatimin e shifrave të tjera për Mitrovicën e Veriut, ndërkohë që në Mitrovicën e Jugut kanë votuar të paktën deri në orën 15, kur janë dhe updatimet e fundit të KQZ-së së Kosovës, 23.118 votues nga 81.478, rreth 28.37%. Edhe këtu le të themi që ka një numër të madh votuesish, do të presim sërish orën 19:00, ndoshta numri mund të rritet, ka pasur thirrje nga gjitha palët politike, nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, nga kryetari i LDK-s Ludmira Abdigjiku, por dhe nga kryetari i PDK-s Bedri Hamza për pjesëmarrje dhe për të votuar dhe për të shprehur vullnetin e tyre të gjithë qytetarët e Kosovës. Ajo që ngelet për të parë është rezultati që do t'japin jo vetëm Mitrovica e Veriut, por dhe Mitrovica e Jugut, por e gjithë Kosova, nëse do të mundet që tashmë të kemi një qeveri e cila mund të krijojë mazhorancën e vetme. Ndërkohë ndoshta do të shikohet për pjesën e Mitrovicës së Jugut dhe se çfarë efekti elektoral do të ketë fitoria e Faton Pecit para disa javësh në zgjedhjet lokale, nëse do të përkthehet në një vot pro lëvizjes vetvendosje apo do të kemi thuajse në barazim midis vetvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Vendoshta këtu mund të shikojmë më shumë ndoshta sa ka ndikuar le të themi fitoria e komunës së Mitrovicës së Jugut nga lëvizja vetvendosje dhe nga koalicioni i saj në zgjedhjet lokale. Megjithatë tashmë deri në këtë moment e kur ora shënon 16:00, duhet theksuar që edhe në Mitrovicën e Veriut dhe në atë të Jugut nuk është se ka pasur incidente apo problematika të theksura për të vënë në diskutim procesin zgjedhor. Në orën 19 dhe këtu pritet të mbyllet i gjithë procesi i votimit, vetëm nëse do të kemi një pjesëmarrje të lartë, atëherë ndoshta komisionet e qendrave të votimit mund të vendosin shtyrjen për disa minuta dhe më pas do të nisë numërimi i votave, të paktën parashikohet që rreth orës 20 apo 21 të nisë numërimi i votave, duke qenë se në Kosovë numërimi i votave bëhet pikërisht në qendrat e votimit dhe më pas rezultati dërgohet në mënyrë online në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili do të bëjë dhe updatim, ndoshta në orët e para të së hënës mund kemi dhe rezultatet e para për projeksionet në lidhje me kush do të jetë fituesi dhe si do të ndahet numri i deputetëve në parlamentin për 120 vendesh të Kosovës dhe nëse do të kemi një mazhorancë të qëndrueshme. Ndoshta paktën ky ka qenë dhe thirrja e zotit Kurti mëngjesin e sotëm teksa votoi në Fakultetin Juridik të Prishtinës, teksa e pyetëm në lidhje me mundësinë që lëvizja vetvendosje, nëse nuk mundet që të bënte vetë me shifrat për një qeverisje, do të kërkonte sërish mundësi negociatash për koalicion, sipas zotit Kurti, populli duhet të shprehë dhe do të jap një rezultat të qëndrueshëm dhe të saktë për mos lënë hapësira për koalicion, pasi sipas tij të gjitha tentativat për të bërë koalicion dhe për të kërkuar një marrëveshje me partitë e tjera të opozitës për t'i dhënë një qeverisje të qëndrueshme Kosovës kanë dështuar në momentin që vendi shkoi në zgjedhje të reja parlamentare të parakohshme pikërisht në 28 dhjetor. Për te pjesëmarrjes së lartë me sa duket nga këto shifra e neda, ajo që mbetet për të parë përveç votës së emigrantëve, të cilët paktën nga të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës janë rreth 77.000, të cilët janë regjistruar dhe pritet të votojnë nga jashtë vendit, mbetet për të parë se çfarë ndikimi do të kenë emigrantët të cilët kanë mbërritur për festat e fundvitit, por dhe një pjesë për të votuar. Është një shifër shumë e lartë, paktën siç raportohet, e cila ka mbërritur ditët e fundit në Kosovë dhe ndoshta vota e tyre mund të jetë decizive dhe vendimtare për qeverisjen e re të Kosovës. Nëse Kosova do të ketë mundësinë që të krijojë një qeverisje të qëndrueshme apo do të hyjë sërish në një krizë politike e cila e ka shoqëruar gjatë gjithë vitit. Besoj që do të presim dhe pak orë për të kuptuar dhe le të themi për të konfirmuar shifrat. Gjithashtu pas orës 19 pritet të dalin dhe exit pollet e para ku do të shikohen dhe projeksionet dhe cilët janë favoritët e kësaj gare
qytetare në prag të vitit të ri në Republikën e Kosovës. E qartë. Ndërkohë, deri në këto momente, duke që ka një atmosferë, le të themi, paksa ndryshe nga ajo çfarë ke parë më herët, Kledi, se ti edhe ke lëvizur vazhdimisht, por ndjehet që ka një moment të rëndësishëm, le të themi, në Kosovë ditën e sotme, e arrin ta identifikosh si gjë? Patjetër, le të themi që ka një sensibilizim dhe një ndjeshmëri të madhe të qytetarëve të Kosovës për të votuar dhe për të ushtruar të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar, por ndoshta në krahasim nga pjesa tjetër, nga ne, nga Shqipëria, le të themi është një situatë më e qetë, nuk ka le të themi konfliktet e vazhdueshme që ne jemi mësuar të raportojmë në Shqipëri, është një le të themi është një tjetër mënyrë votimi dhe mënyra e votimit të votave dhe rezultati që del brenda pak orësh, le të themi është pak atipike me atë çka ne jemi mësuar në Shqipëri. Thuajse në të gjitha qendrat e votimit nuk është se ka njerëz jashtë qendrave të votimit përveç gazetarëve, vëzhguesve apo atyre që tentojnë të intervistojnë qytetarët e Kosovës për exit pollet. Le të themi nuk ka njerëz të paautorizuar, siç kemi parë të paktën në zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri, ku jashtë qendrave të votimit kishte persona të ndryshëm të cilët në një farë mënyre mund të intimidonin qytetarët për të votuar apo të kërkonin votën e tyre, le të themi, përfaqësues të partive ndryshme politike, të cilët dhe identifikonin votuesit e tyre. Kjo me sa kam parë në Prishtinë, por dhe këtu në Mitrovicë, le të themi që nuk ka njerëz të paautorizuar apo persona të tjerë jashtë qendrave të votimit, gjithashtu le të themi dhe në komisionet e qendrave të votimit nuk është se ka pasur incidente apo përplasje midis komisionerëve siç jemi mësuar zakonisht që ndodh në Shqipëri, dhe ajo e cila le të themi më ka bërë më shumë përshtypje është mënyra se si qytetarët e Kosovës prisnin në radhë qetësisht për të votuar. Jo vetëm qytetarët e thjeshtë, por kjo ka ndodhur dhe me zotin Kurti, me kryetarin e Bashkisë të Prishtinës, zotin Përparim Rama, me Glau Konjuskën dhe me gjithë zyrtarët e tjerë publik apo politik të cilët kanë ardhur për të votuar, kanë respektuar radhën, kanë pritur së bashku me qytetarët